Kjo dhomë duket shumë e bukur. Kush do jetë krevati im? Ky duket si I thyer. Kurse ky tjetri është fiks. Unë e zgjodha vendin tim. Kush është shoqja ime dhomës? Shërbimi këtu qenë ka I tmerrshëm. Më duhet ta mbaj vet valixhen dhe çdo gjë është e prishur. Si flini këtu? Shoqja ime dhomës ka një krevat mirë dhe duket që ka nevojë për para. Ti quhesh Mary apo jo? Po sikur të jap $100 dhe t'i ndërojmë krevatet. Në rregull, ti mund të flesh këtu. Duhet të mendojmë diçka. Erdhi korrieri im. Po shkoj ta marr. Përshëndetje. Ja, ku I ke parat? Dhe kjo është për mua. Faleminderit. Le të shohim çfarë më ka ardhur. Wow! Drasa të mëdha druri. Rregull, po bëj kujdes. Jo, me sa duket nuk po bëj. Gjeta diçka. Kjo duket si pjesë e krevatit tim gjithashtu. Dhe një bormat. Sa mirë, le të fillojmë. Shkëlqyeshëm. Do të kem krevatin më të bukur në botë. Ka një arsye pse babi më mësoi si t'i përdor veglat e punës. Dhe tani pothuajse mbarova së montuari krevatin tim të bukur. Po? Çfarë? Nuk ka mundësi që ajo e varfra të ketë dhomë më të mirë se imja. Do të porosis edhe unë një dhomë ëndrash. Dhe ja ku erdhi porosia ime. Ditën e mirë, ja ku I keni parat. Dhoma është në fund të korridorit, dera e tretë. Po pres dhomën më të mirë. E she, Mary, dhoma ime u bë gati për pak sekonda. Vetëm bëj kujdes me lodrat e mia, janë shumë të shtrenjta për mua. Po, kështu është më mirë. Fotografitë e mia të bukura. Shkëlqyeshëm. Po, ciao. Dhoma ime është gati dhe unë jam gati të jetoj këtu. Dhoma ime duket pak si e zbrazët. Kam një ide të shkëlqyer. Më duhen këto perde ylber. Prit. Kjo do të dukej bukur edhe në dhomën time. Më duhet të dekoroj muret dhe më erdhi një ide e shkëlqyer. Ja kështu. Kam diçka në çantën time. Shiko, gërshër dhe karton. Dhe tani kemi një model të bukur luleje. Kam pak boj dhe gjeni çfarë do të bëj tani. Do të lyej të gjithë muret. Le të përdor furçën time të preferuar. E shihni, nuk është aq e vështirë dhe duket shumë më mirë. Më pëlqen shumë. Çfarë shpreson të bëj me ato lule? Një tjetër ide e mirë. Çfarë ka këtu? Shkopinja kulloreje të zbrazët. Ato do të bëj një raft të shkëlqyer për gjithë farë gjërash të bukura. Shkëlqyeshëm. Dhoma ime tashmë duket më e mirë. Po tani çfarë? Wow! Çorape? Na duen më shumë prej tyre. Kështu është shumë më mirë. Shikoni sa me ngjyra dhe sa të bukura janë. Diçka mungon. Po. Do të bëj një tapet gjigant me çorapet e mia. Shkëlqyeshëm. Qen ka pak e fortë. Bingo! Do të bëj një hamak për të gjithë dhomën. Po e lidh që të jetë super e sigurt. Wow! Ç'kemi, Emma? Çfarë? Jo. Ç'kemi, njerëz? E jani më vizitoni? Ja ku janë? Po vrapoj?
Ç'kemi Rachel dhe Jessica? Dua t'ju prezantoj me fqinjen time të varfër, Maryn. E po, nuk ka nevojë t'i thoni përshëndetje asaj. Le t'ju tregoj dhomën time të bukur dhe do të rrim bashk. Duket vërtet e mrekullueshme. Dhe Mary nuk është e mirëpritur këtu. Mos ju afro fare dhomës sime. Çfarë? Oh, s'ka gjë. Do të gjej diçka për të bërë pa ju. Oh, ajo tabel duket si diçka që mund ta përdor, le ta marrim. Në rregull, çfarë tjetër kam këtu? Një shishe Coca-Cola? Çfarë ka brenda? Po, do të më duhet kjo. Ja ku u ktheva në shtëpinë time. Më duhet të vendos shishet e Coca-Colas këtu dhe do ta përdor këtë si tavolinë. Dhe si për saj, do të vendos ariun tim të vogël. Sigurisht edhe disa karamele. Kujt nuk i pëlqejnë? Çfarë? Pse është e lumtur ajo? Mirë vajza, tani po ndezim karaoken në maksimum. Oh no! Çfarë? Oh, është shumë e zhurmshme. Si ta fikim? E di unë çfarë të bëj. Okay. Oh, po më çmendin. Sigurimi? Ju lutem më ndihmoni. Shoqja ime e dhomës po bën një fest shumë të zhurmshme. Do ta zgjidhim këtë tani. Çfarë po bëni, vajza? Nuk mund të bëni zhurmë. Çfarë? Më vjen keq, por nuk mund t'ju ndihmoj. Çfarë? Mirë, do ta zgjidh vet. Kam një ide. Kam një tullumbaçe. Le ta frym dhe ta ngjisim në tavan. Shoqet e Emës do të duan të vinte unë. Dhe disku do të ishte gjithashtu një pjesë e bukur reflektuese. Do të jetë e përkryer për sferën time të diskotekës. Shkëlqyeshëm! Awesome! Wow, e mrekullueshme! Cool! Dhe pak muzikë të lartë. Le të festoj, Mari! Woohoo! Çfarë po ndodh? Okay. Një tjetër fest? Emma, më vjen keq, por po shkojmë te shoqja jote e dhomës. Ç'kemi, Mary? Le të kërcejmë. Oh, më lan vetëm. Oh. Sa manikyr të bukur që kam. Çfarë është ajo? Mary, më shpëto, ka një mi. Çfarë? Çfarë? Mirë, do ta zgjidh tani. Oh, shiko sa i bukur është. Do ta mbaj. Në fakt doja një kafshë shtëpiake që të mos mërzitesha. Madje di edhe si t'i bëj një shtëpi të bukur prej kartoni. Le t'i presim pjesët dhe të bëjmë një shtëpi të mrekullueshme. Patjetër që do të duhen perde për dritaret. Dhe një etiket me emër. Ti do t'jesh Miki. Hajde brenda në shtëpi, dashur. Ti je shoku im më i mirë tani. Shumë i bukur. Më duhet edhe mua një kafshë shtëpiake. Le të mendojmë diçka. Më duhet kafsha më e bukur në botë. Oh, ja ku është shoku im i ri. Ku është shoku? Oh, shiko këtë mbretëresht të bukur të të gjithë qenve. Ti do t'jesh Phoebe. Unë jam pronarja jote e re. Mirë, do të kre flokët që t'jesh po aq e bukur sa unë. Dhe mund të përdorim disa aksesor. Wow, dukesh si $1.000.000. Ja ku e ke ushqimin tënd. Haje, vajza ime. A i pëlqeu vërtet Miki Phoebit? Kjo është shumë dashuri. Jo, nuk mund ta bësh këtë. Ata duhet jenë me njëri tjetrin. Ndal! Phoebe, mos shko atje! Miki, ndal! Oh, jo! Miki ti me siguri pëlqeu Phoebe jote. Kjo është qesharake. Njerëz, a ju pëlqeu kjo video? Atëherë mos harroni t'i bëni like, të regjistroheni në kanalin ton dhe të lini një koment më poshtë. Do të shihemi shumë shpejt. Mirupafshim!